Tek problemi i fëmijëve unë mendoj që është problemi më i mbuluar. Pra, periudha e fëmijëve është më i mbuluar i përsa i përket të çrregullimit të sjelljes. Hym në adoleshencë dhe do flasim dhe për të rriturit. Hym në adoleshencë, një fëmijë i cili tani është adoleshent, një djalë apo vajzë 15 vjeç. Çfarë ndodh dhe si ndryshon qasja, si ndryshon tani ndihma për këtë fëmijë, por edhe prindin, se prindi është bashkëvuajtës dhe le të themi në këtë situatë. Apo e thash shumë rëndu këtë? Po jo, në rregull, patjetër që në stade të ndryshme të neurozhvillimit fëmijët kanë nevoja të ndryshme. Dhe fakti tjetër është që vetë autizmi ose problemet e sjelljes modifikohen, ndryshohen në periudha të caktuara. Kështu që një fëmijë i cili mund të ketë pasur një tjetër klinik në moshë të fëmijërisë të hershme manifeston tjetër klinik pra me autizëm në moshën e adoleshencës. Ajo që do thoja unë që shtohet në moshën e adoleshencës, sidomos fëmijë të cilët kanë arritur të zhvillojnë gjuhën, kanë një kognicion ose zhvillim kognitiv të mirë për aftësitë njohëse më të mira ose të paprekura, të padëmtuara, këta janë fëmijë që hasin problematika të tipit ndërveprimi social është përsëri dëmtuar, pra nuk bëhen dot pjesë e grupeve, shoqërive, nuk arrin dot të krijojnë shoqëri të tilla, por shtohen edhe disa simptoma të tjera siç janë humori, problemet e humorit, problemet e ankthit, edhe zhvillimi hormonal, po. Edhe hormonet ndikojnë, kështu që shtohen këto lloj problematikash, pagjumësia, shumë herë izolimi në disa raste sepse e ndjen veten jo shumë të pranuar në grupet shoqërore. Kështu që prindrit përveç pjesës të autizmit që është në vazhdimsi trajtimi, do duhet të përballen dhe të trajtojnë edhe këto problematika, t'i kapin një herë, t'i identifikojnë dhe pastaj të drejtohen tek profesionistët, sepse një fëmijë që ka ankth, një fëmijë që ka humor të rënë, një fëmijë që ka pagjumësi, patjetër që bëhet edhe një problem edhe më i shtuar në procesin. Ka terapi të ndryshme për një fëmijë adoleshent prekur? Sigurisht që terapit janë të ndryshme, por ajo që synohet në adoleshencë është pjesa pra që mësohet ose instruktohet ky fëmijë se si të arrijë të krijojë një marrëdhënie shoqërore, si të arrijë të kuptoj që në bazë të aftësive që ka, që disa fëmijë mund t'i kenë edhe më të zhvilluara se sa duhet, ti përdor këto aftësi për të ecur më tutje, për të shkolluar ose për të marrë një zanat. Qartë, ne kemi raste suksesi, fëmijë që ja kanë dalë, edhe që tani janë të rritur shumë normal, njësoj si gjithë tjerët, por ka edhe raste të mbylljes. Vim te ky adoleshenti që është mbyllur si fëmijë problemi. Prindrit intelektual, madje mund të jenë edhe vetë me pak lidhje me mjekësinë, di unë si e bëj vetë, nuk ka rëndësi, nuk dua këtë, terapia s'shkoj mirë. Ka një gjëra që mbas e bën prindit pasigurt, por vjen në adoleshencë. Dhe ky fëmijë i mbyllur që deri dje menaxhoje si fëmijë, sot është një adoleshent. Dhe kapet problemi, shpërthen një moment. Si duhet të rifitohet kjo koha e humbur apo është vështirë? Sigurisht që është e vështirë dhe pastaj trajtimi bëhet edhe më i vështirë. Nëse ky fëmijë është izoluar dhe ka probleme, manifeston probleme të sjelljes, është vështirë për t'i trajtuar. Ne në raste ekstreme ndërhyjmë edhe me medikamente për shkak të sjelljes të agituar, konfliktuale ose sjelljeve vetëdëmtuese që mund të kenë, sepse varet nga forma. Pra, flasim për format e lehta, sigurisht që këta arrin që të përfshihen në jetën e përditshme, por format e rënda ose shumë herë mund të kemi edhe regres të sjelljes. Pra, nuk ka qenë aq problematika ke sjellja në periudhën e parë të fëmijërisë, mund të bëhet problematike në adoleshencë për shkak edhe të ndryshimeve hormonale. Kështu që patjetër që duhet menaxhuar nga prindrit, duhet menaxhuar nga profesionistët. Më the që përdorim dhe medikamente. Nuk përdor medikamentet e fëmijët? Nuk përdoren. Jo, nuk përdoren, vetëm terapit. Dhe në varësi të simptomave së problemeve kur janë ekstreme do Pra te fëmijët lutem se unë dëgjoj gjëra të ndryshme që
te fëmia nuk përdoret ilaç kur është Nuk përdoret me autizëm? Ka ilaç për trajtimin e autizmit, thash vetëm kur kanë simptoma ose probleme të pamenaxhueshme nga prindrit, por jo në moshën fëminore. Pra terapia me terapitë e zhvillimit janë mënyra e trajtimit të fëmijëve me E autizëm. qartë. Dhe në adoleshencë vetëm në rastet kur kemi agresivitet, probleme me gjumin, probleme të ankthit, mund të përdori medikamente. Kuptoj. Tani, vim në moshën 40 e sipër, sepse na është krijuar ideja që vetëm tek fëmijët është autizmi, por kur fillove të thuash ato simptomat që han vetëm një ushqim, ju pëlqen të veshin një rrobë, mos jemi gjithë prekur nga pak. Tani, shoqëria po shkon drejt sjelljeve të tilla sepse gjithë jemi me telefona, gjithë jemi seriozisht se ishin ca simptoma që po pyes për një shoqe, jo për vetë. Po ka dhe të rritur me autizëm sepse ai që është diagnostikuar në fëmijëri do rritet dhe mua më vjen çudi që sot jam në pavionin në repartin e urgjencës për të rritur dhe shoh fëmijë të cilët i kam trajtuar, i kam diagnostikuar dhe janë rritur dhe është e vërtetë. Për ne psikiatrit është pak e vështirë që të diagnostikojmë rastet e reja të rriturve me autizëm sepse shumë simptoma modifikohen gjatë jetës. Mund të kenë shpëtuar raste që nuk janë diagnostikuar në fëmijëri ose raste të cilat shpeshherë kanë qenë pjesë e sistemit të trajtimit, por janë diagnostikuar me prapambetje mendore, sepse kemi parasysh që deri në vitet 2000 të gjitha rastet diagnostikoheshin më shumë prapambetje se sa autizëm, ndërsa sot mirë diagnostikohet edhe përsëri mendoj që në varësi të formës janë dhe vështirësitë pastaj në familje për një adult të rritur. Pra nëse është formë e rënduar, vështirësitë për të menaxhuar nga gjithë familjarët janë të mëdha. Nëse është një formë e lehtë, do duhet patjetër që të shikojmë në varësi të problemeve që shfaq edhe të Çfarë simptomash ka një i rritur? Që mos t'i ngatroj me stresin, depresionin, ankthjen. Jo, janë njerëz të cilët përsëri këtë ndërveprimin social e kanë të dëmtuar, se në gjithë simptomatikën e autizmit, kjo si thua është ajo që të bën ta mirë diagnostikosh. Pra, njerëz të cilët nuk komunikojnë me të tjerët, nuk kanë dëshirë të rinë me të tjerët, nuk krijojnë marrëdhënie sociale me të tjerët. Përpost pastaj pjesës të komunikimit verbal që shumë herë mundet të mos ketë zhvilluar gjuhën normalisht, kështu që të ketë edhe probleme gjuhësore, problemet e sjelljes përsëri mund t'i hasim tek të rriturit, pra që të irritohen shpejt ose të kenë këto që tham pa diskutim, sjellja ritualistike, obsesive ose e kufizuar që ne i përmend. Megjithatë, se unë ndaj edhe thash, këto janë gjëra njerëzore, jemi të gjithë njerëz, nuk mund të jemi kështu perfekt në vizore, edhe plus minus, prandaj bota është e bukur, se jemi të gjithë të ndryshme dhe mund të kemi të gjitha ato tonat, por e rëndësishme është që mos të na dominojnë dhe mos të jemi problem për veten rreth pastaj për tjerët, por te mosha e madhe unë dua të mbetem pak te rastet e rënda. Një prindër që thon mirë do iki unë, po ku do ta lë? Tani si është logjistika dhe çfarë duhet bërë më shumë për këta njerëz, se prindrit e lidhën jetën e tyre me ta, por prindrit kanë një moshë biologjike, s'kan dhe më fuqi biologjikisht flas nga pikpamja fizike që t'i menaxhojnë. Ka ndihmesa, duheta, ka institucione të cilat mund të ndihmojnë në mënyrë efektive, flasë, mund të jenë edhe Po patjetër që ka ndihmesë, por sigurisht e mira s'ka fund, kështu që të paktën këta persona janë të mbështetur nga shteti edhe me atë pjesën e ndihmës ekonomike që marrin, kujdestarisë që merr prindi. Për pjesën se çfarë do ndodh me një autik të rritur i cili humbet prindrit, kjo pastaj sigurisht që vështirësohet situata edhe do duhet të ketë më shumë institucione të cilat do të mbështesin këtë lloj kategorie, por ka sensibilizim qoftë nga shteti dhe qoftë nga organizatat ndërkombëtare për të ofruar shërbime për një adoleshent i cili ka probleme të autizmit, por edhe për të rritur.
E qartë. Autizmi prek që nga fëmijët, e tham deri tek moshat e rritura, po çfarë do të ishte një suport për këta njerëz? Çfarë do të ishte një suport ekstra, pse ne i tham gjitha këto në mënyrë kështu. Pranimi ndoshta pjesë e jona, ne të gjithë duhet mendojmë që jemi të ndryshëm, atë që thash. I ndihmojmë ndonjë çik ta dhe familjet e tyre, duke qenë edhe ne më të hapur. Në një park që shohim një fëmijë ndryshe, të angazhohemi ndoshta për ta sjellë te vetja, apo edhe një të rritur ndryshe për të qenë më të kujdesshëm, çfarë do ishte një gjë? Unë e them gjithmonë në fakt që jemi mësuar të themi s'kemi këtë, s'kemi atë, ndërkohë që brenda vetes kemi shumë gjëra për të bërë, dhe në qoftë se secili nga ne do ndikonte sadopak në e para në pranimin, e dyta në një lloj ndihme minimale që mund të ju japim këtyre njerëzve, unë them që kemi bërë shumë, se në radh parë do ndihen të pranuar. Pastaj pjesa tjetër është çështje politikave të shtetit, që do duhet që këta të përfshihen. Ligji gjithëpërfshirjes është, kështu që në sistemin e arsimimit, në sistemin e punësimit, të paktën për pjesën që mund të arriqet. E kuptoj. Ke shumë përvojë. Cili është një rast që të ka mbetur në mendje? Një rast që më ka ngelur në mendje është një vajzë. Unë e them vazhdimisht edhe në për leksionet e mia, dhe ne si profesionist nuk do duhet që të flasim ose të mendojmë për ashpërsinë e autizmit që në momentin që përballemi me fëmijën, por do duhet të shikojmë ecurinë dhe mënyrën se si ai ecën dhe zhvillohet në sajt të terapive. Ka qenë një vajzë nga Shkodra e cila vjen në qendrën ku unë punoja në moshën 2 vjeç e gjysmë, dhe e kam parë vetëm duke qarë, duke bërtitur, duke qëndruar pranë nënës të vet, më duke sikur nuk kuptonte asgjë, dhe kam thënë më vjen shumë keq për këtë familje, sepse pas ka vajzën në një gjendje shumë të rëndë, një formë shumë të rëndë të autizmit. Ndërkohë që me rritjen me terapitë e ofruara me kujdesin familjar, kjo vajzë arriti që u ndoq në qendrën tonë rreth 4-5 vjet, pastaj u shkëput, nëna vazhdoi terapitë edhe më vonë, dhe kur ishte në moshën 12-13 vjet, nëna vjen me një fletore në dorë, më takon dhe më thot: "Doktoresh, erdha të të falenderoj, thot, për punën që keni bërë dhe gjithë shërbimet, por dhe të t'informoj se në çfarë situate është vajza." Dhe më tregon fletoren sinqerisht që nuk kam parë shkrim më të bukur dhe asnjë gabim nga fillimi deri në fund të fletores, dhe thotë që vajza është ndër të parat në klasë. I vetmi problem që ka është kjo pjesa e hipersensibilitetit ndaj zhurmave, sepse haruam që ta themi që është një nga simptomat, që e ka të vështirë të dalë në rrugë pasi nga zhurma, sidomos të biçikletave, dhe Shkodra është gjithë biçikleta, kështu që ka filluar një lloj izolimi, por që për pjesën akademike është e para. Kështu që aty kam reflektuar dhe kam thënë që do duhet ta ndjekim, ta shohim në dinamikë dhe pastaj të themi që është rast i lehtë apo i rëndë. Po një rast që e ke peng, si nuk u morëm më shumë, si nuk e shpëtuam dot, ka? Patjetër që po. Nuk varet vetëm nga ne, mund të varet edhe nga kujdesi familjes, angazhimi, se të jemi të hapur sot, prindrit do duhet të punojnë, do duhet të mbajnë familjen, kanë angazhime të tjera ose distancat, largësia, zonat më të thella, kanë vështirësitë e tyre, kështu që patjetër që kam jo një rast, po disa. E kuptoj. Edhe unë do ta mbyll me një mesazh për nënat. Për fat keq unë kam folur me shoqatat. Shkojnë shpeshherë në divorc familjet kanë shkuar të paktën. Në divorc familjet me fëmijë që kanë problematik. Baballarët i duan, por ka raste që dorëzohen. Kryesisht rrinë nënat. Ka dhe raste të kundërta që babai është shtylla e shtëpisë, por këti prindit që ka marrë përsipër botën, le të themi, ka marrë përsipër ta risë këtë fëmijë dhe bota kundër e ka marrë këtë fëmijë për dorë dhe ecën. Çfarë do t'i thuash? Në fakt un kam 2 mesazhe. Pra mesazhi i parë është për prindrit të cilët
e dinë që diçka nuk shkon, por nuk e pranojnë, do duhet ta pranojnë sepse ndryshe nuk e ndihmojnë dot fëmijën e tyre. Dhe mesazhi tjetër është për prindrit të cilët e dinë dhe janë të ndërgjegjësuar për problemin e fëmijës, do thoja shumë punë dhe shpresë. Punë dhe shpresë. Kështu do ta mbyllim. Unë të falenderoj shumë Anita, ishte shumë kënaqësi që biseduam. Shikojmë në episode të tjera. Faleminderit. Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori.